Po, të është të shojmë, në qenë se Zoti Kurti ka thonë që ta krymë kuvenin, pastaj të që i ka numrat, shpresoj që i ka. Ne gjithmonë jemi konë edhe do të jemi pro institucioneve, sa më shpejt që të kryohen, por nuk shoh që do të ketë në zgjidhje të qëndrueshme sot për sot. A mund të votohet një qeveri me parti tjera ose një qeveri tjetër, çfarë do qoftë, në mënyrë që të munget kriza buxhetore dhe situata tjera të krizës? Po duket që nuk kemi një qeveri programore, cilën e kërkon Kosova, por më shumë do të ketë, ndoshta edhe nëse do të ketë një zgjidhje, më shumë duket që do të jetë një qeveri e pazareve se sa programore, dhe nuk e di që ka ofruar një program konkret se çka i ofron qytetarit një qeveri Kurti 3, për këtë arsye dhe jemi në këtë gjendje çfarë janë, të shohim a do të ketë numër. Faleminderit ju. Atë këtë vot të dushë zotë Haradina nga subjekti i politik për anëtarët e grupit parlamentar për këtë qeveri, pasi që shpesh është nëse ka vot për Dymal Bashën se mos ka nuk kishte vot për Dymal Bashën, kishte vot për tentimin e 5 të 6 dhe ne u deklaruam që në rast që nuk do të jetë kandidati ish zyrtari i qeverisë do ta votojmë. Prandaj edhe majtëm fjalën e votuam, por gjithsesi që nuk pres që do të ketë një qeveri Kurti 3 në bazë situatës fare e kemi aktualisht. Nëse kanë arrit gjatë natës pazare individuale, ajo mjetet më pa, por me sa kam informata do të tentohet në një votim në shef për shkak të një kontrabande individuale të votimit. Faleminderit shumë, ditë marrë.